Janë dy çështje të ndryshme. Dosja e aktit është bërë publike vazhdimisht, me fakte dhe prova, dhe në fakt është denoncuar nga Partia Demokratike, është çuar në prokurori të posaçme antikorrupsion nga Partia Demokratike, ashtu si edhe afera ndaj zonjës Balluku, por fakti që është në hetim dhe ka një grup parlamentar ndërmjet dy partive kryesore politike, edhe në bazë të ligjit dhe të kushtetutës, deputetët të cilët marrin pjesë në këtë komision parlamentar e kanë rreptësisht të ndaluar dhe dënohen me burgim nëse publikojnë një fakt të asaj dosje e përkatëse. Por, po flasim për detaje në këtë, sepse fakte dhe prova, aferat të nga të dosjes Balluku, Partia Demokratike i ka bërë publike vazhdimisht dhe shqiptarët i kanë dëgjuar dhe i dëgjojnë faktikisht kryesisht nga Partia Demokratike dhe patjetër që detajet të cilën ju përmendëm e kam dëgjuar vazhdimisht të thuhet, së pari Partia Demokratike i ka bërë vazhdimisht publike llokmat më të mëdha të aferës Balluku dhe shqiptarët i kanë dëgjuar dhe i dinë tashmë, ndoshta jo aq sa duhet dhe aq sa do donin të gjithë të dinim, por sigurisht që mbi të gjitha edhe deputetët e Komisionit Parlamentar të dosjes Balluku duhet të respektojnë kushtetutën përpara se të na kërkojnë gjithë të respektojmë ligjet. Dhe ata janë në detyrën e tyre në radhë parë. Unë e di që të gjithë do donin të publikonin dosjen voluminoze të rastit Balluku, por sigurisht që janë të ndaluar në bazë të ligjit. Dhe deri në momentin që kjo dosje është në hetim, fatkeqësisht për një kohë shumë të gjatë, të zona Balluku do duhet të ishte tashmë e dënuar dhe mbi të gjitha shqiptarëve do duhet ishin kthyer qindra miliona euro të korrupsionit të saj. Por si zonja Balluku kemi plot raste të tjera të pandehur të tjerë, të cilët urdhërohen të korruptohen dhe të korruptojnë të tjerët, sigurisht nga ai pa të cilin nuk do të mund të vidhnin dot asnjë cent të buxhetit të shtetit dhe që është i papandehuri i drejtuesi i kabinetit qeveritar zoti Rama, i cili fshihet çuditërisht mbas atyre që i kanë dardha dhe kulla mbrapa kurrizit, pa i fatkeqësisht çuditërisht nuk di gjë për korrupsionin e tyre prej miliarda eurosh edhe sipas kontrollit të lartë të shtetit.